një kostim, se të ka kanë bërë një lloj replike, se s'bën me hi, dhe me thonë në kish. E ki pas atë potenciu që Omeri dhe më s'ka hi. Kur e ka shteru Mesxhid El Aksani, ka një pop i madh, krye popi tyne i krishterëve aty, edhe i ka thonë krejt njerëzit e dinë kush jam unë, kom qef me të thirr musafir të une, me pa njerëzit çfarë pozite unë kom në popullin tem, edhe një aspekt një mu rrit mua i far nami me musafirllokun tënd, domethënë me gostin tonë. Omer radiallahu ka refuzu, ka thonë, na nuk hina kisha ku ka fotografia këtu pikturat e krishterizmit, edhe ato vendi ku kanë sende tilla, s'ka pranu. E kjo është menhexhi sahabës kanë hinë për kisha. Po e marr parasysh çka u kon arsyeja, përveç nëse arsyeja ku për shembull diçka na i far kriminaliteti me penguar diçka me nxirë sene është diçka tjetër, nëse ka ndodhur diçka në histori na nuk dina me detaje mirë, po kështu për çefi që botë na me shku me apo për hajër priftit Krishtlindjen, apo dione në mënyrë në emër të tolerancës. Sene këto sahabët si kanë bërë këto sene. Sahabët s'kan pas nevojë, se sahabët kanë qenë krenar, Allah i ka krenu me pamjen e pejgamberit, me shoqërimin e pejgamberëve, ai me nënçmu veten me shku në dikon tjetër. Ta e bojnë musliman ta herë zamanit e bojnë, se sahabët se kanë bërë. Është një ether. Omeri kur sahabët e kanë shiru Palestinën edhe kanë dashur me hy rrugës për të shkuar te Mesxhid El Aksaja. Toka Palestinës edhe Jordanisë është një tokë që vazhdimisht ka kodrina, kodra. Rrafsh ka pak shumë, vetëm një pjesë ka rafshin kështu. Edhe Omeri ka qenë i grado me thonë mi kalit ti apo mi deve, edhe sahabët kanë qenë bashkë me to, që edhe Omeri tu shdrype dhe tu ngjit vazhdimisht u lodh. Edhe u zbrit prej kalit vetë, edhe i ka marrë dizginat e kalit vetë, edhe gjatë zbritjes kanë has në proja, lugina. Edhe Omeri radiallahu anhu e ka marrë kalin e vetë në dizgin, kështu e ka marrë me dorën e vetë, i ka përvjel pantollat apo sirvalet çka i ka pas, ato papuqet çka i ka pas dveshne, i ka lidh dy nyjet e dy tojave të veta kështu, dy papuqet edhe i ka qit qito. Njën asaj, njën kësaj. Edhe ka për dizgini kalin e vet, edhe u shku tu hi në Mesxhid El Aksa, aty ku është. Ubej ibn Kabi ka thonë, o prisi besimtarve, ka thonë, këto jemi në një vend që njerëzit e shikojnë ndryshe prisit. Sikur pak t'ishe përqendruar më mirë, a den dikush Ubej ka dashur që Omeri mos me ik kështu, shumë thjesht. Edhe Omeri radiallahu anhu ka buzëqesh, ka thonë, ne jemi njerëz që Allahu na ka ngrit me Islam. Na ka bërë krenar me Islam, dhe atëherë kur e kërkojmë ne krenarin me diçka tjetër përveç Islamit, Allah na poshtron. Me qëtë fjalë ku hi Omeri radiallahu anhu Mesxhid El Aksa. Kështu që sahabët se kanë pas këtë dertën e këtë farë smujën atë merresh unë mu tregu kompleksin. Absolutisht ata janë njerëz që Allah i ka ngrit me grada më të lartë, i ka forcuar me besim, që ata janë shembulltyra jonë, kështu që na duhet të munu si ata më konë. Alhamdulillah.